Astrid Dobrushi është zgjedhur këtë të mërkur kryetari i Këshillit të Qarkut të Kukësit. Votimi ka qenë një formalitet pasi nuk ishte kandidat tjetër. Dobrushi u zgjodh në këtë detyrë me 9 vota pro dhe 1 kundër. Në zgjedhjet e 14 majit, Astrid Dobrushi u zgjodh antar i Këshillit Bashkiak të Kukësit i propozuar nga Partia Agrare Ambientaliste. Në fjalën e tij si kryetari sapo zgjedhur i Qarkut, Astrid Dobrushi tha se do të bëjmë punë të mira në shërbim të komunitetit tonë. Preferoj që të jemi një këshill model, po themi, bashkëpunues, dhe të bëjmë punë të mira për qarkun tonë, në shërbim të komunitetit tonë, me çdo shqetësim, çdo hall, me çdo problematikë që do ketë të gjithë në gjithë zonën e qarkut të Kukësit. Ju falenderoj edhe një herë për potbesimin tuaj. Faleminderit. Nën kryetari i Këshillit të Qarkut është zgjedhur përfaqësuesja e Bashkisë Tropojson Ilanezaj. Kryetari i ri i Qarkut Astrid Dobrushi do të zvendësoj kryetarin e mëparshëm Abdullah Domin. Konstituimi i Këshillit të Qarkut të Kukësit është bërë në praninë e prefektit të Qarkut Granit Gjana, drejtuesit politik të Partisë Socialiste për Qarkun e Kukësit Pandeli Majkon dhe kryetarit të Bashkisë së Kukësit i zgjedhur me 24 shtator Albert Alilaj. Po në këtë prezencë është zhvilluar edhe mbledhja e parë e këtij këshilli.